Deputetja nga radhë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, në një intervistë për Ekonomia Online ka kritikuar qeverinë për mos zgjedhjen e presidentit, duke thënë se takimet që kryetari i lëvizjes vetëvendosje, njëherë kryeministri Albin Kurti, i bëri me dy kryetarët e dy partive opozitare, atë të PDK-s dhe LDK-s, ishte një lojë që qëllim kishin marrjen e pushtetit. Kadriaj komentoi edhe dekretin për shpërndarjen e kuvendit që e nxorri presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e që për vetëvendosjen po konsiderohet të jetë antikushtetues. E zhvarriti procesin e formimit të qeverisë për një vit gati dhe tash tendenca e zhvarritjes së tillë të konstituimit komplet apo të zgjedhjes së presidentit nuk ka kuptim. Ajo loja e tij që t'i fajsoj partitë opozitare nuk qëndron, sepse forcën e votës e ka Albin Kurti, duke i pas 67 vota bashkë me minoritetet jo serbe, dhe që ndoshta me një konsultim të rregullt ose me një konsultim të mirë me partitë opozitare ka mund të arrit po me zgjedh jo një president politik, po një president konsensual që ka mjaft figura të besueshme në Kosovë që ndoshta kishin merituar me qenë presidenti i Kosovës. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti ka thënë se dekreti i Osmanit është jo kushtetues dhe se vendi nuk ka nevojë për një palë zgjedhje të reja. Ai nguli këmbë se Kosova ka rreth 60 ditë kohë për ta zgjedhur presidentin e ri. Dekreti për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve nuk është kushtetues, sepse kompetenca për shpërndarjen e kuvendit mund të ushtrohet vetëm në rastet e paracaktuara shprehimisht nga kushtetuta. Andaj, të dashur qytetarë, të nderuar gazetar, kjo përbën edhe një tjetër lëndë për gjykatën kushtetuese. Le të presim me qetësi dhe durim, ndërkohë që qeverisim mbar e mirë si gjithnjë. Kujtojmë se presidentja Vjosa Osmani të premten e nxorri një dekret përmes të cilit e shpërndau kuvendin e Kosovës dhe më pas i takoi partitë opozitare, përfshi ato kryesore si Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, për të biseduar për datën e zgjedhjeve të reja. Partitë opozitare thanë pas takimit me Osmanin se janë të gatshme për zgjedhje të reja parlamentare që do të ishin të tretat brenda një periudhe rreth një vjeçare. Osmani nuk foli pas takimit dhe nuk është e qartë se kur do të shpallte zgjedhje të reja, pasi partia në pushtet është ankuar ndaj dekretit të saj në gjykatën më të lartë të vendit.